4 fakir, 2 prej tyre zgjodhët që t'i shpëtonit. Pse shumica e votave ishte e tillë, do e shohim nëpërmjet këtij klipi dhe pastaj do e diskutojmë të gjithë bashkë. Kthehemi këtu në studio, shohim një përzgjedhje që nuk besoj që është rastësore. Duke qenë se është me shumicë votash. Dua të dalem tek pjesa tjetër, në rast se asnjëri nuk ka nevojë të prononcohet, po kaloj unë me emra. Big Mama. Nuk ndigjum se qa thaje. Tash të rëzëri. Jo, po flisim për klipin që e pam, apo jo? Për klipin, që se zgjodha Andrean? Po. Për qef. S'ka asnjë arsye tjetër pse... Ja. Pse ishte i përzgjedhur i yt Andrea? Pse Andrea më duheshte në shtëpi edhe prandaj zgjedh Andrean. Të duheshte në shtëpi pse? Si... Dë përgjigjesh ti? Hajtë përgjigju. Edhe është përgjigjen. Edhe, u knaqe. Se e kom ushtarë, Luana, sa ashtu thotë. Si pas kujt, Big Mama? Kush e pas të të Zonja Alba. Ju ka djekë shumë si fjalë. Pjesa e ushtarit. Dhe Andrea është një nga ushtarit. Unë ta njëtën kom qenë komandante dhe kur kom hy këtu, kom thonë njëm komandati vetës, i askuj tjetër. Bëll edhe lemra atë foli. Mosëm qotë të pak ndoj këtu para kregjesë. I kemi dëshmi kamera të gjitha paloe. I kemi dëshmi gjithë kamerat. Andrea se mu desht, Andrea për lojën time, edhe s'kam kërkujt kujt t'jap sjarime. Kash edhe pse e dua Andrean. Pik. Okej. Kam një pyetje, Big Mama. Po. Psi e ka i zjarë? Më falë, Luana, ta bëjë unë një pyetje e bën? Po. Sa vite më jeti mu? Që kur isha 15 vjeç. Kur më ke pati mu uj, po më ke pata njëtën zjarë? Me thënë vërtetën, me zitë prisja të bëhesh e zjarë, po jo ka i shumë, Big Mama. Ju në dini mu që jam zjarë, të është këshujem. Keni ditë, duron një. Mua më pëlqen që ti e vërtetë, që zjedhë ti është e vërtetë gjithmonë. Ajo është rëndësishme ti edhe një pjesë e mira juaja që ti njoh. Pjesën tjetër po mundohemi që ju njohim nëpërmjet këtij reality show, kështu ju lutem tregoni anën tuaj më të mirë. Mirë, Erand. Ju e dhe radha ju të retheve. Ku je? Po, këtu jam. Po flisni ndonjëherë, na kërkoni atë. Po, ta shi këtu, paralel me juve, flasin edhe 27 vetë tjerë. Kështu që nuk do të jesh 28. Na dëgjojnë 65 milion shqiptar, si pas Albanos. Ta shi, ku ta kemi? Nuk ka faj Albanos e deri atje ku ishe ti para se të vije këtu na shohin, deri në Amerikë, kështu që rregull e ka. Po, dhe i përshëndes gjithë shqiptarët e Bostonit në veçanti dhe gjithë shqiptarët e Amerikës, ju përshëndesim shumë. Kudo që janë. Ka shi pse zgjodha unë Bastën, atë Anduelin. Anduelin. Okej. Apo do e zgjidhe Bastën? Jo, unë i kam miq të dy. Jam midis të dyve, si të thush, në këtë që s'më shduk, e kupton, mu më duket loj, në kuptimin e të dyve. Për opinioni im, personal. Bastën e disha që i kishte votat. Në kuptimin, sepse duam, s'duam, janë kryu dy grupet. Keni arritur të kuptoni, okej. Urdo? Doni, s'doni, keni arritur të kuptoni se ku është pjesa tjetër e fermerve, e kuptoj. Unë kam arrit të kuptoj që këtu janë bo dy grupe, tani. Duam, s'duam. Problemi është që gjdo grup ka ato gjërat e veta, si të thush, dhe është shumë vështirë ti kuptosh, sepse më duket se loja nuk ka karakter më. Do me thënë, dy njerës që zien tani, qaston me njoni tjetër, nesër i shef të u puth, e kupton, mas 2 orësh i shef prap të u zi, dhe në këtë kontekst, unë mendoj që kanë kohë, si Andueli dhe si Basta, të shkëmbejnë si të mirat që kanë, se kanë të dyjan artist, njëri artist në i ri, si të thush, i ri. Do më thonë, s'di unë ku ti thonë artist i ri, vjetër, se unë kam gellë për vete i ri gjithë jetën, edhe s'po marrë vesh, do më thonë, qa është i ri, qa është i vjetër. Erand, përsa ko që jeni përzjedhur të jeni pjesë e këtij reality show, se cili nga ju ka vlerat e veta, mos i futi me më kësaj teme. Pikërisht për këtë, mendoj që kanë më shumë gjëra për t'i dhënë njëri tjetrit të mira, njëri tjetrit, e kupton? Dhe pastaj, për t'u kap në përmjet batutave të vogla, si që ka bo motiv. Andueli, për shemë, një sekund, më letë maroj, t'lutem. Cegu, se nuk është loj, nuk lyme ndjenjun. Jo, është loj kjo që jemi ne këtu.
është loj kjo që jemi ne këtu. Jo, se nuk e kam pus të herë, për ne po të them. Jo, një sekundë, Anduel. As nuk e jap dorën, kur ta meritojnë do të jap dorën. Anduel, të lutem, po flas. Ne jemi në një loj. Po. Okej? Dhe kjo është një loj. Po. Tashi, ndjenjat e juja, do më dhënë, qopse Basta bën diçka për loj, dhe Andueli e merë personale, nëse Andueli bën diçka për loj, ky e merë personale, nëse Ganiu thot diçka për loj, këta të dy e besojnë dhe hedhin yllin në te familja. Do me thënë, është një lokoqitje që sigurisht ka bërë atë që u turbullu në ujrat to 3 javë, dhe tani janë darë në dysh. Do me thënë, unë vendosa Anduelin, sepse për gjitha to vlera që a i ka në shtëpi, nuk e njifsha më përpara, nuk mere me kongën e ka bo vetë se ka bo vetë, ditë them që është një artist që më pëlqen dhe në shpi sjell gaz dhe hare. Okej, Frederik, të kaloj dhe të Frederiku? Shqyqyr. Mirëmbrëma, buonasera. Buonasera, signora, bellissima. Grazie. Allora, come siamo? A dove siamo? Se ne kemi këtë komunikimin që na kuptojnë gjithë shqiptarët e Italisë tani. Me që se i përshëndetem ata se na ngel hatri këtyre tjerë. Anche quelli in America. Pak shaka për thyerje. Perfetto. Edhe mondin. Pse ishte ajo zgjedhja jote? Ylli? Unë e thash yllin sepse kishte met ylli veç me një yll qili, thash po bën 2. Se tha vetëm ajo, thash, edhe të rrim bilancën, sepse mu tha nga krye plaku, po të dalin 3 baras me nga 4 vota, unë të zgjidh njërin që ta eliminoj. Ma mirë thash, pa bëj këtë punë që për para. Okej, qartë. Ron? Atëherë unë e kom vendosë për Anduelin, se si që tha edhe e ronde, mu më ka motivu shumë edhe më ka jep shumë energji edhe prezencë e Anduelit kove të fundin në shpe, duke këndu, duke i rock gitarës, edhe vlerat e tina artistika që i ka, edhe që ajo mu ka dosh prap me po në shpe. Qartë. Mirë, do e shkëpusim tani këtë komunikim së bashku, për të rikthyer pastaj me të tjera diskutime. Nuk po t'i gjoj nëse po më fletë Big Mama mua, apo e kam e pjesën tjetër. Po, Frederik. E bora gabimin, e bora i se zgafo. Ta të gënjej në sy, më Luana, të gënjej në sy. Po ishe ty fletë, më vla. Mas jaroj dhe krye plaku, tha, që në qofë se dalin barazim, duhet t'jesh ti vota e fund që shpëton njërin. Ja, pas ka thënë Limi, unë ngella kështu të qatua, s'kam qenë fare të jo pjesë. Mirë, se ne e kuptuam që e kishte për Limin. Justifikohet, sepse deta shi isha dekor. Deja një ishe qjeli. Edhe ashtu je shumë i këndshëm, je shumë i këndshëm dhe ashtu. Edhe unë gjore Anduelin se të kom besim të Anduelin. Vizualisht gjithmonë këndshëm, Frederik, me super stil. Thank you. Bëj fala Luana, moms. po flet Limi, po Mami, sharon këtë vogën fala. tjera. Ashtë nëna, e dyta me jeti. Luana, Po, Tano, hajde na jep një batut ta mbyllim bukur këtë jo, pjesë. Limi po shpjegon dhe vogën Në e fakt ti. unë zgjodha Anduelin sepse kom besim tek Andueli. Okej, e tha dhe Limi të veten. Tani, shkëputem nga ju, kthehem në studio. Do e mbyllim kështu këtë pjesë të dytë, për të rikthyer në një pjesë të tretë shumë interesante, duhet që ndroni atje, por ndërkohë keni ende minuta kohë për të votuar, sepse votimi juaj edhe në mbrëmjen e sotme ka shumë rëndësi. Para se të shkëputemi, falenderojmë sponsorin tonë General Inda, ditur në tregtimin e pajisjeve profesionale në bujqësi, plegëtori, kopshtari, veglapune, industri dhe ndërtim. Inda, 25 vite histori suksesi. Pas pak, shihemi pak.